40 vite miting poezie në Gjakov, 40 vite fest mendimi dhe shpirti, 40 vite dërtrokitje për poezin, për treshën e të gjitha arteve, si thoshte për te Aristoteli. Mitingu i poezis ishte manifestimi më i rëndësishëm kulturor në Kosovë gjatë 40 vjetëve të shkuara, i cili kishte për qëllim zhvillimin e letërsisë në përgjithësi dhe poezisë në veçanti, zbulimin dhe nxitin e talenteve të reja për të bërë shkrimtar, zgjerimin e kulturës artistike të atyre që e duan poezinë, inkurajimin e të hujve për ta njohur e përkthyer poezinë që krijohet në Kosovë në gjuhë të ndryshme të botës, në mënyrë që edhe kjo të bëhet pasuri shpirtërore e njerëzimit. Mitingu i poezisë e pasqyroi vitalitetin e shpirtit krijues të poetëve të Kosovës, të cilët shprehen ndjenjat, mendimet e tyre mbi jetën, dashuritë, vujtjet, shtrydhen nga vetja të gjitha hermet për ta ruajtur thelbësoren, lirinë e brendshme, atë zjarrisht imaginative në të cilën projektonin një botë më të mirë në krahasim me botën tonë reale, një botë më të drejtë për vete dhe për të tjerët në vete, ku nuk do të shkelëshin idealet e individëve dhe popujve, pra një botë në të cilën zhvillimi i secilit, si thoshte Goethe i madh, është kusht për zhvillimin e të gjithëve. Dëshira ime jetësore do të ishte që ky miting të bëhet i përjetshëm, kuptohet duke u pasuruar me forma ndër të ndryshme, të bëhet një institucion i veçantë në Kosovë, sikur kanë popujt tjerë. Ju falenderoj shumë.